të gjithë shqiptarëve që jeni këtu, të gjithë shqiptarëve të diasporës, mi mbroma Shqipëria ine. Bravo! Bravo! Kanë kaluar 37 vjetë, kur një grup shtërish që punonin tipografinë ushtarake, kundërshtuan diktaturën komuniste. Ato shtypën 5.000 trakte, ndoshta dikujt mu t'i kujtohet. Ata ishin trima, ata dolën kundër diktaturës, të cilët ne kishte përfyrë Shqipërinë dhe askush nuk guxon të fliste. Ato që unë kam ndërmend t'i shprej, i kam shprehur në këtë parulla, që unë i kam veshur. Këtu kam shprehur të gjithë mendimin tim. Dhe ne jemi këtu, ne nuk kemi vdekur, me gjithë përpjekjet që Partia e Punës bëri për ta eliminuar, por nuk mundi dot. Ata na vran antarët tanë më të shquar, që ishte Arben Brosi në Shkodër, Josif Buda në Kavaj, dhe shumë antarë të tjerë, të cilët për të shpëtuar nga kthekrat e kësaj qeverie e diktaturës më të egër në Europë, i vranë në kufi, i qënderuan, i qveshën laskurish, dhe i vranë turpi ma i madhë, i gjithë botës ka ndodhur këtu të ne. Neve duhet t'i japim fund një herë mirë politikës Ramizanis, që pushtetin do t'a mbajnë me çdo kush, duke përdorur dhe armën nëse do jetë e nevojshme. Ne nuk do t'i lejojmë më që të vazhdoj e njëjta diktaturë nga e etërit të bitë e saj, ashtu sikur sa është Edi Rama, se sa do që t'jetë në damarët e tyre rjedh hen dhe jo gjak i pastër shqiptari. Dhe prandaj neve jemi në këto katastrofë sot. Nuk do ta lejojmë më, sepse në këto trotuar ku neve jemi sot, akoma rjedh gjaku i pastër i shqiptarë, djemve shqiptar që në 2011 deshën dhe dolën në këtë shesh për demokracinë, por nuk arritën dot, sepse binomi Saledi nuk i lanë që t'jetojnë, por hodhën plumba mbi ata. Kështu që ne duhet i japim fund kësaj diktature, dhe ne jemi gjallë, jemi këtu të pamposhtur, më të fortë se kur, dhe nuk do ta lejojmë më komunizmin të ngrej kohë. Është komunizmi! Praktin buona të rinjë, e thurën, në tipografinë ushtarake.